Një prej legjendave më të njohura shqiptare, historia e Rozafës, erdhi në skenën e teatrit kombëtar të operas dhe baletit përmes një vepre të re operistike. Premiera Rozafa me muzikë të Ndoc Pistullit, libret të Zef Zorbës dhe orkestruar nga Gridi Kraja, bashkon në skenë artistë e njohur dhe një histori që flet për dashurinë, sakrificën dhe qëndresën. Në këtë produksion, personazhet marrin jetë përmes zërit dhe interpretimit të solistëve të teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Jemi në skenë pak para shfaqjes Rozafa me baritonin Solen Alla. Solen, na flisi pak për rolin që keni ju në këtë shfaqje operistike. Roli është roli i Etlanit, është vllai i dytë nga 3 vëllezër të cilët po ndërtojnë kalan. Një personazh shumë pozitiv, shumë i dashur dhe me vëllezërit e tij dhe një personazh shumë i ndjeshëm, mbasi i mbi ndjeshëm. Sigurisht që Etlani e përjeton jashtëzakonisht shumë nga ana shpirtërore, faktin që një nga gratë do të flijohet, sigurisht që nuk qëllon që të jetë gruaja e tij, por gjatë gjithë kohës deri në fund ka ankthën se mos e shoqja do flijohet edhe fëmijët do mbeten pa nën. Kjo është drama e madhe e Etlanit. Sigurisht që është një personazh shumë i bukur dhe interesant, i ngrohtë, i shkruar bukur. Dhe për herë parë kjo shfaqje vendoset në teatrin e operës dhe baletit. Çdo thot kjo për ju, domethënë një shfaqje e tillë si Rozafa? Për herë të parë një vepër si Rozafa, nuk është se është hera parë që ne këndojmë një opera shqiptare, mbase është shtata e poeteta që mund të këndojmë nga operat shqiptare, por kjo e veçantë nga të tjerë, ka një gjuhë më moderne nga ana muzikore, është e konceptuar në mënyrë më moderne, e gjitha si orkestracion, si vepër, si melodi. Tepër interesante, e veçantë nga të tjerë, dhe gjëja që e bën akoma më të veçantë është fakti që është shkruar libreti në dialektin geg. Kjo e bën akoma më interesante si vepër. Por edhe veçanta është fakti që ky vepër është një vepër legjende dhe të kënduar një vepër legjend nuk është e thjeshtë, është pak disi wagneriane le ta marrim kështu. Jemi me bas baritonin Kristo Qerama. Edhe ju keni një rol këtu tek shfaqja Rozafa që mezi keni pritur besoj. Do na tregosh pak për rolin që keni dhe si ndjehesh në këtë shfaqje mes artistëve të tjerë të teatrit të operës së baletit. Si fillim ndihem shumë mirë. Jam shumë i lumtur që marr pjesë në këtë vepër. Dhe përsa i përket rolit, është një rol i vogël. Jam përpjekur ta interpretoj me përkushtim dhe me përgjegjësi, sepse çdo personazh ka rëndësinë e vet në një vepër. Për mua, pjesëmarrja në këtë operë është një hap shumë i rëndësishëm në rrugtimin tim artistik, si një përvojë shumë e madhe. Dhe në këtë momente jemi me baritonin Armando Likaj, i mirënjohur i skenës së teatrit të operës së baletit. Ke luajtur mjaft shfaqje, kjo është një shfaqje në fakt premier, por një shfaqje për herë parë vendoset opera Rozafa. Armando, emocionet që ke përjetuar gjatë provave dhe për këtë shfaqje, në rolin që u keni pra në një nga vëllezërit pra e Rozafës e shfaqjes. Vëllai më i madh në fakt. Vëllai më i madh, ë? Vërtet është e rëndësishme së veçantë fakti që marr pjesë në këtë premierë botërore të kompozitorit që nuk ju vu asnjëherë në skenë. Kjo vepër kaq e bukur Rozafa, të Ndoc Pistullit me libret autorit, poetit shumë të mirënjohur Zef Zorbës, që njohim nga shumë këngë dhe në repertorin e muzikës shkodrane. Ishte e rëndësisë veçantë pikërisht sepse është një vepër kombëtare që vlen dhe t'i jepet vlera e duhur edhe autorëve atyre që kanë dhënë
shpirtin dhe gjithë kapacitetin e tyre dhuntin e mrekullueshme të artit shqiptar. Kjo vepër vjen legjenda mirënjohur që e njohin të gjithë Rozafatin e Shkodrës, por vjen në detaje shumë të bukura. Janë të shtjelluara që në prologun që hapet skena e kësaj vepre, fillimi i aktit parë ku ne tre vëllezërit, unë më i madhi, Solen Alla në rolin e Etlanit, vllai të dytë, dhe vllai protagonist që është vllai i vogël dhe bashkëshorti i Rozafës, Denis Skura. Jemi ne të tre që menaxhojmë gjithë situatën emocionale çfarë ndodh në skenë dhe në këtë vepër, në fund duke prezantuar pastaj atë personazhin e sakrificës së madhe, dhe vetëm si sakrificë, po tregon dashurinë e familjes, e fisit dhe dashurinë e përbetuar të vendit që mund të simbolizohet me ngritjen e një kalaje. Dhe jemi me sopranon e mirënjohur Nina Muho, që sot në shfaqjen operistike Rozafa ka në fakt peshën e madhe, rolin kryesor të Rozafës. Nina, çdo të thotë për ju të interpretosh këtë rol në këtë shfaqje? Spari është shumë bukur kur këndon shqip. Dhe ajo që është më veçantë në operën Rozafa është që është në gjuhën gegnishte. Ka shumë fjalë të vjetra që sot nuk përdoren, dhe kjo e ka bërë që kjo vepër të tingëlloj akoma më bukur dhe ndryshe nga veprat e tjera. Jemi një ekip profesionistësh jashtëzakonisht me një klim shumë të mirë, me shumë pozitivitet. Kemi punuar me një përkushtim dhe me një dashamirësi për të ndihmuar njëri tjetrin edhe për ta çuar përpara këtë punë të përbashkët. Dhe ja ku jemi sot në ditën e fundit, jemi shumë pak përpara shfaqjes dhe mezi që pres që së bashku ta përcjellim këtë energji që ne kemi akumuluar gjatë kësaj periudhe, periudha e provave apo mbas provave ku ne dilnim së bashku dhe kemi pasur një klim vërtet shumë të mirë. Rësia e kësaj vepre? Për sa i përket formës muzikore, mendoj që ka një shkrim të plot, që i përket një forme muzikore të plot, operistike, është ndarë në 2 akte, ku ka arjen e Rozafës, ka duete, ka tercete, ka një pjesë shumë të bukur muzikore, interludium që është në fund të aktit të parë dhe kur fillon akti i dytë, dhe akti i dytë që është totalisht i plot qoftë në formën e tij, në ndërtimin, në minutazh dhe në të gjitha karakteristikat që përmban një opera. Kjo si vepër duhet patjetër që të futet në repertorin operistik të veprave shqiptare, sepse mendoj që ka shumë vlera në të gjitha aspektet e saj, qoftë muzikor, orkestracioni që është punuar me shumë përkushtim nga dirigjenti Lili Kraja, i cili do të jetë dhe dirigjent në këtë vepër. Por gjithashtu ka dhe një frym dhe një mënyrë shkrimi shumë moderne, gjë që nuk e kemi sot akoma në një vepër operistike, dhe kjo është, mendoj që do të jetë opera e parë shqiptare moderne në repertorin tonë në gjuhën shqip. Përmes muzikës, zërit dhe interpretimi skenik, Rozafa solli një tjetër këmbvështrim mbi një legjendë që është përcjell brez pas brezi. Një histori e vjetër, e cila në skenën e operës mori jetë të re përmes artistëve dhe krijuesve shqiptar.